Rëmuj apo mbivendosje në enklavat e emigrantëve në New York, zhdukja e Little Italy dhe pikpyetjet për Little Albania. Publikimi i hartës së re enklavat e emigrantëve të New Yorkut, pjesë e fushatës turistike të Neighborhood Passport për Kupën e Botës, ndezi një debat të fortë me mënyrën se si Bashkia e New Yorkut përfaqëson trashëgiminë etnike të qytetit. Harta e prezantuar nga administrata e kryebashkiakut Zoran Mandami përfshinte 30 komunitete emigrantësh si Little Palestine, Little Yemen, Little Egypt, Little Haiti, Little Bangladesh dhe Chinatown, po linte jashtë disa enklava historike. Mungesa e Little Italy në Manhattan shkaktoi reagimet menjëhershme nga komuniteti italo-amerikan, i cili cilësoi vendimin si një formë të fshirjes kulturore. Përballë kritikave, Mandami sqaroi se harta i kishte nisur të hartojë që në vitin 23 dhe nuk kishte menduar të ishte shtëruese dhe premtoi që do përditësoj duke përfshirë dhe lagjen ikonike italiane. Në të njëjtën kohë, vëmendje të tërheqet dhe mungesa e Little Albania në Bronx, një zonë e njohur zyrtarisht që gjatë administratës e ish kryebashkiakut Eric Adams, megjithëse një zonë Little Albania ishte cituar në hartë. Komuniteti shqiptar-amerikan, që sipas vlerësimeve numëron mbi 57.000 banor në qytet dhe shumë më tepër në zonën metropolitane, ishte përqendruar në Bronx, Staten Island, Queens dhe Westchester. Little Albania është shtirë në Belmont, Pelham Parkway dhe Morris Park. Përgjatë Arthur Avenue është kthyer në një qendër të rëndësishme të jetës shqiptare me dhjetra biznese, restorante dhe institucione komunitare. Në këtë zonë ndodhen dhe rrugë që mbajnë emrat Gjergj Kastriot, Skënderbeu, Nën Tereza, Fanuli, duke bërë atë një simbol të identitetit shqiptar në New York. Burime nga Bashkia e New Yorkut bëjnë të ditur se polemikat mbi hartën vazhdojnë dhe administrata po shqyrton ndryshime. Deri atëherë debati kishte ngritur pikpyetje të rëndësishme me mënyrën se si institucionet publike ruajnë dhe promovojnë historinë, identitetin dhe kontributin e komuniteteve emigrante në qytetin më të larmishëm të Shteteve të Bashkuara. Kjo ishte caktuar që më parë gjatë Mayorit Adams dhe duket se nga tresat e fundit kanë shkaktuar probleme dhe mbivendosje pasi një pjesë e shqiptarëve tashmë jetojnë në një zonë që i përkiste Little Italy.